Ndim, Gjesti bie pa ndjenja. Gjesti, një nga personazhet më karizmatik të këtij sezoni të Big Brother VIP 4, vazhdon të surprizojë me personalitetin e tij të veçantë. I njohur për natyrën pozitive dhe sensin e hollë të humorit, ai ka fituar një vend të veçantë në zemrat e publikut dhe banorëve të tjerë të shtëpisë. Megjithatë, së fundmi ai vendosi të testoj kufijtë të humorit me një shaka që krijoi momente tensioni brenda shtëpisë. Në një moment krejt të papritur, Gjesti ushtri në dysheme, duke shkaktuar panik të menjëhershëm tek të gjithë banorët. Reagimi i banorëve ishte i menjëhershëm. Të gjithë u mblodhën rreth tij të shqetësuar. Për disa minuta, atmosfera në shtëpi u bë të jetë tensionuar dhe e rënduar nga shqetësimi për shëndetin e tij. Por situata mori një kthes të papritur, kur Gjesti u ngrit duke qeshur, duke zbuluar se gjithçka kishte qenë thjesht një shaka. Ndonse të lehtësuar, banorët mbeten të befasuar nga kjo shaka e papritur. Ky moment, edhe pse krijoi ankth të përkohshëm, tregoi edhe një herë aftësinë e Gjestit për të tërhequr vëmendjen dhe për të krijuar momente të paharrueshme në shtëpinë e Big Brother. Edhe pse këtë herë shakaja mund të ketë shkuar pak më larg se zakonisht. Shpresojmë që Gjesti të vazhdojë të sjellë humor dhe pozitivitet në shtëpi, për ndoshta me shaka pak më të lehta në të ardhmen. Çfarë mendimi keni ju për këtë situatë? Komentoni mendimin tuaj dhe mos harroni të na bëni subscribe.